i lunë ku dush vallaj, edhe në sol me shti lunë. Ama shumë shpesh ka luajtur për ekipin kombëtar. Nëse shohim se çfarë profili është në mesin e fushës, sa mund të jap atë kreativitetin se është ndërlojtar më të mirë evropian, ndërmes ushort më të mirë, i cili është në qarkullim. Kështu që nëse humb prej atij pozicioni don të fiton diçka, po them, kjo është interesant, çifet në të ardhmen sa do t'ja besoj, për shkak se aty ka futur një lojtar Borusisë, mos gabofsha Dortmundit, kur ditë se ata përbojnë një tandem me Pavlovicin në mes të fushës dhe janë shumë të komponuar. Kështu që mund të ketë ndoshta për shkak të lojës të kundërshtarit, kanë bën këtë rotacion, përndryshe unë kimisht është Gjermania si favorite për të fituar këtë edhe në bazë kësaj paraqitje? Gjermaninë, si Gjermani e shoh, pak kam ato dilemat e mia të trajneri me thonë drejtën, për shkak se në këto turnamente hiç Argentinën e cilën e ka fituar me një trajner i cili relativisht ka qenë i ri, po ka pas grupin e lojtarëve me përvojë. Gjithë trajnerët tjerë kanë qenë pak me eksperiencë më të madhe. Them që Nagelsmann nuk është prej atyne se ka udhëheq ekipe, po dallon udhëheqja e ekipeve dhe dallon udhëheqja në kombëtare, për shkak se nuk ka lojë dytë. Dhe kjo sa mund të menaxhohet grupi, kur e dim që Neuer është më i vjetër se sa trajneri. Okay. Pak është sa mund të më shtrit dorën trajneri